Shabja, shtëpia Allahut lartësuar, shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e dheut, simbolizon pastërtinë. Pastërtinë në çdo aspekt. Dhe qëllimi kryesor është pastërtia e besimit, me e njësu Allahun e lartësuar një vetëm në adhurim. Qëllimi pse është ndërtuar shabja, pikërisht është ndërtuar për të realizuar këtë gjë. Adhurimin e të madhit Zot, krijuesit të gjithësisë, Allahut lartësuar. Pra kjo shabe simbolizon pastërtinë në çdo aspekt, në trup, në shpirt, në qëllim, në zemër, por mbi të gjitha pastërtia e besimit. Qëllimi pse u ndërtua shabja ishte vetëm një, të njësohet Allahu i lartësuar, të mos adhurohet askush tjetër përveç Allahut. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: ne i urdhëruam Ibrahimin dhe Ismailin, pastrojeni shtëpinë time, pra shaben, për ata që e vizitojnë, që rinë aty për adhurim dhe që falen duke u përkullur dhe përulur. Ma i nderuar, motër e nderuar, pra qëllimi është tauhidi, njësimi Allahut lartësuar në adhurim. Qëllimi është që zemrat tona t'jenë të pastra dhe çdo adhurim t'jeti sinqert. O Allah, pastroj zemrat tona nga shirku dhe nga hipokrizia. O Allah, o Zot, na e mundëso ta vizitojmë shtëpinë tënde me besim të pastër dhe me zemër të përulur. Amen.